Mirdita, historia që do t'ju tërgoj tani është historia e një njeriu që u kthye në një ëngjëll. Po, një histori mallëngjyese, por mbi të gjitha shumë domethënëse. Kush nuk e ka bërë ende, do t'i lutesh atë t'i bëj like faqes dhe dëgjojeni këtë histori deri në fund dhe ju falenderit që jemi për bashk. Ishte viti 1968. Një vajzë ishte e fejuar me një djalë dhe kuptoi që ai sillej ndryshe. Dhe ishin momentet që ata do martoheshin, ai kishte kërkuar që të martoheshin bashk. Dhe ajo e përndoqi, sepse donte të kuptonte se çfarë po ndodhte në atë periudhë. Por ajo nuk e priste. Djali e tradhtonte me dikë tjetër. Dhe mendimi i saj, kësaj vajze, ishte që pse duhet i kërkonte kësaj që të martohej kur ai shkonte me të tjera. Dhe kështu ajo vendosi një udhëtim që nuk kishte pse të kthej më. Pra vendosi që t'jepte fund jetës së saj. Në Australi gjendet një shkëmb, quhet shkëmbi Gab. Dhe në këtë shkëmb, gjatë viteve, janë hedhur shumë njerëz. I kanë dhënë fund jetës pikërisht te ky shkëmb. Është mbi 100 metra i lartë. Atë ditë ishte mëngjes, vajza ju ofrua shkëmbit. Por çuditërisht pas shpine, një njeri, një 50 vjeçar, ju ofrua dhe i bëri një ofertë të çuditshme. I tha, mund të pim një gotë çaj bashk? Ajo u kthye dhe mendoi, okay, do ta bëj një ditë tjetër. Pra do hidhem një ditë tjetër. Dhe ju ofrua zotërisë, sepse ky i ofrua kaq afër sa ajo nuk ishte vetëm. Dhe kështu që u detyruai që të rrinte me atë zotërinë. Zotëria i tha, shkojmë, tha, pim një fixhan çaj bashk. Dhe shkuan tek shtëpia e tij. Ky zotëria quhej Don Ricci. Don Ricci në moshën ishte një marinc. Ai kishte punuar për vite me radhë në forcat e armatosura, mirë po kishte dëgjuar për këtë histori të çuditshme që shumë vajza të reja dhe shumë djemë të rinj hidheshin nga ai shkëmb. Dhe e dini se çfarë bëri Doni? Ai bleu një shtëpi aty, buz shkëmbit. Dhe sa herë që shikonte njerëz që i afroheshin shkëmbit, ai shkonte dhe i frenonte. Mundohej nga të gjitha mënyrat, ndonjëherë edhe duke i tërhequr. Ndonjëherë bile një rast ndodhi që një djalë nga forca që ai ushtroi, për pak u hodh së bashku me Donin. Dhe si përfundim, por do t'ja u them pas pak këtë. Dua të përfundoj historinë me vajzën. Doni i bisedoi me vajzën shumë gjatë dhe pasi mbaruan çajin, u takuan sërish. Ajo vinte sa herë aty dhe takoi sërish me Donin. Dhe me kalimin e kohës u bind që ajo s'kishte pse e bënte, sepse kishte njerëz pafund, njerëz të tjerë. Dhe ai gjest që bëri Doni, asaj ndryshoi jetën. Dhe ajo e quajti ëngjëll, sepse vajza, përveç se u martua me një djalë që e donte pa mas dhe qëndroi me të për një kohë të gjatë, dhe gruaja është ende gjallë dhe e ka treguar publikisht, por i ka dhënë një familje, i ka dhënë një fëmijë, i ka dhënë jetë dhe për më tepër kanë bërë një biznes bashk. Dhe jeta e saj është, si thot dhe ajo, si një ëndër. Pra, mjaftoi një gjest i vogël që të ndryshonte jetën një njeriu. Por çfarë ndodhi gjatë viteve? Don, si që thash, ai së bashku me gruan e tij, pasi blen atë shtëpi aty në buzë të këtij shkëmbi në Australi, sa herë që ai ngrihej në mëngjes herët, sepse kishte frikë se ndonjëri vinte shpejt dhe mund të ndodhte që mund të hidhej nga shkëmbi. Dhe rrinte aty çdo ditë. Dua të nënvizoj që ai, përveç se kishte një pension të vogël, punonte tek baçja që kishte aty, përpara shtëpisë. Dhe sa herë që shikonte njerëz, sepse kishte edhe turista, por sa herë që shikonte njerëz vetëm, ai shkonte atje dhe bisedonte me ta. Dhe çuditërisht një ditë, siç u thash, një djalë i ri kishte vendosur që t'jepte fund. E dini pse? Sepse ai kishte shkoi e pagonin prindrit për të bërë studime dhe ishte në universitet.
Mirë po, ai në universitet, sa herë që shkonin prindër ose që e pyesin, thoshte çdo gjë është mirë, çdo gjë po shkon mirë, në të vërtet ai kishte ngelur. Dhe ngeli 1 vit, ngeli 2 vite dhe vitin e tret ai nuk dinte më ç'të bënte. Sepse nga njëra anë prindrit e qortonin dhe i thoshin ti duhet mbarosh studimet e tjera dhe nga ana tjetër ai kishte frikë edhe nga njerëzit çfarë do thonin. Dhe shokët, miq, që të gjithë që kishin disa prej tyre i kishin mbaruar studimet. Dhe u ndje kaq keq sa ai donte që të jepte fund jetës dhe shkoi pikërisht te ky shkëmbi. Atë ditë ishte pasdite, rreth pas dreke, ky ëngjëlli ose më mirë Don Gab, kështu e quanin, sepse Gab ishte ajo lartësia aty, ai vendi që quhej kështu, ose që quhet, dhe Doni ishte sapo kishte mbaruar drekën, dhe ishte me gruan e tij në jashtë, pra aty tek bashkja e tij. Dhe ku shikon këtë djalin, ai me një çantë në trup dhe shkoi aty. Fillimisht mendoi se ishte një turist, por pastaj u ofrua dhe u ngrit nga tavolina dhe ju ofrua. Dhe shkoi dal ngadal aty që të shikonte se çfarë do bënte djali. Mirë po djali la çantën dhe po shkruante se po shkruante diçka. Pasi shkruajti një copletër, ai e kuptoi më njëherë që ky djalosh do bënte diçka. Dhe ju ofrua. Por Doni, sepse me kalimin e kohës ai ndënjti aty me vite të tëra. Bile Doni vdiq në moshën mos gaboj 96 vjeç në vitin 2012. Mirë po gjatë atyre viteve ai ndihmoi shumë njerëz. Bile ai shpëtoi mbi 160 njerëz. Po, dhe që të gjithë këta që ai shpëtoi, që të gjithë e kanë quajtur ëngjëlli Gab ose Don Gab, ëngjëlli, njeriu ëngjëll. Tani ky djalë sapo la çantën me atë shkrimin që ishte bërë, shkoi Doni dhe e kapi dhe e donte që ta mbante, që ta tërhiqte, mos të bënte këtë gjest. Mirë po ai duke ecur, duke u shtyr me forcë dhe po ecte drejt shkëmbit, tërhoqi edhe Donin dhe erdhi gruaja e tij që e mbajti Donin nga mbas. Dhe u bën njëri pas tjetrit, që u lidhen njëri pas tjetrit. Si përfundim, ai arriti që ta mbante djaloshin. Dhe dini se çfarë ndodhi? Ai djalë atë ditë ndejti aty. Dhe ndejtën jo vetëm në drek, gjithë drekën, por ndejtën edhe në darkë. Bile ai djalë ndejti aty sepse i kërkoi Doni që të rrinte në shtëpinë e tij dhe të flinte në një nga dhomat. Dhe fjeti aty. Hëngrën darkë, hëngrën mëngjesin, u ngrit sërish, përsëri edhe aty dhe ndejti ditë të tëra tek shtëpia e tij. Dhe ai e trajtonte si një djalin e tij. Derisa dal ngadal, me fjalë që ditën tjetër ai u telefonoi Doni, u telefonoi shtëpisë së tij, pra të djaloshit, dhe u tregoi historinë. E çuditshmja është që nga ana tjetër dëgjoi vetëm të bërtitura. Herën e parë që foli me nënën dhe babain e tij. Si ka mundsi në vend që të thoshin djalim, si do t'idhesh aty? Atëherë të shikojmë se si do ta korrigjojmë gabimin nëse kemi gabime. Sepse është djali yt. Është dikush, edhe sikur mos ishte djali yt, diçka që ti e ke rritur ti. Pra, të gjithë bëjnë gabime dhe mund të kesh edhe ti gabim. Pra, nuk vurë re që të shikoni se kush ishte gabimi i tyre, por thanë ai duhet që ta kishte përfunduar universitetin, është akoma atje. Dhe Don me shumë gjakftotësi i tha, shiko, se cili bën gabim. Dhe ndoshta ai ka gabimet e veta, se cili, ndoshta edhe ju keni gabimet tuaja. Ndoshta edhe i bëri një pyetje të jatit, i tha, ti ke qenë ndonjëherë në universitetin e tij? Mbeti jati, jo, s'kam qenë asnjëherë. Ja, gabimi i parë. Apo jo, ai nuk i tha, por ky ishte gabimi i parë. Si nuk shkon ti njerë? Të pakën ta përcjellësh një djalin, të shikosh se si është universiteti, çfarë, kush janë student, është apo s'është në universitet. Si përfundim, ky djalë e la atë universitet sepse nuk arrinte dot që ta përmbushte dhe u fut në psikologji. Dhe sot është një nga psikologët më me zë të Australisë. Dhe ai ka shkruar edhe për Donin shumë gjatë. Bile pasi krijoi familje, çdo gjë, okay, nuk ju afrua më familjes së tij, por shkonte gjithmonë tek Doni me gruan e tij. Përveç se i shpëtoi jetën, sepse logjika që e çoi Donin, që ai kishte kuptuar që ishte logjika që e çoi që përveç se
ti shpëton të jetën, por edhe gjithë jeta e tij në përgjithësi. Raporti që kishte me prindrit, me universitetin dhe me shokët. Dhe kjo bëri që ai të ndryshonte, pra djaloshi, dhe u bë një tjetër njeri. Pra mjaftoi një gjest i vogël i Don Gabit, një gjest i vogël. Ndonjëherë në jetën tonë ne nuk e kuptojmë, por një gjest i vogël, një fjalë e vetme mund të ndryshojë jetën kujdo. Mund të na ndryshojë jetën neve personalisht. Pastaj i ndryshon jetën tjetrit. Dhe sot të bësh një gjë të mirë është diçka e madhe, sepse ti nëse bën diçka një të mirë, thuhet që të rikthehet 3 herë për mirë. Dhe tani mos e krahasoni këtë që ju thash me këtë fjalë me Gandhin, sepse dhe Gandhi u afali të gjithëve ato çka kishte, ka erë, Gandhi u fali çdo gjë, atë që kishte ja u fali njerëzve, dhe vet ata e vran, por nuk e vran njerëzit, sepse dikush tjetër që ishte xheloz pagoi dikë që e vrau. Pra, mos e merrni fjalë për fjalë, por sot ose gjithmonë të bësh mirë nuk është keq, sepse në radhë parë thash mund të ndryshoj jetën personale, por mund të ndryshoj edhe jetën e dikujt tjetër. Dhe historia e Donit është tashmë është bërë legjend në Australi. Dhe një histori e tillë nuk është përsëritur në një vend tjetër. Pra duket sikur secili nga ne ka një mision dhe secili ka misionin e vet të diktuar ndoshta nga dëshira që kemi, nga DNA-ja jon, ose ndoshta nga frekuenca të një dimensioni tjetër. Dhe unë doja t'ju pyesë juve, a ka patur në një rast të tillë, ose kush është misioni juaj, ose çfarë bëni ju diçka që të ndryshoj nga një tjetër dhe të dini që këtë e kam bërë unë dhe jam i lumtur që këtë e kam bërë. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj dhe mos harroni të bëni like kush nuk e ka bërë ende like kësaj faqe dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Kaloshi një fundjavë të këndshme.